Ditët e fundit të vitit kanë rritur ndjeshëm fluksin në urgjencën spitalore në Elbasan. Sipas drejtorit të urgjencës Ergys Mici, kjo vjen si pasojë e rritjes së konsumimit të pijeve alkolike, duke shkaktuar aksidente automobilistike, por edhe konsumimi i tepër i ushqimeve nga moshat e treta, të cilat kanë sëmundje të diabetit apo sëmundje të tjera shoqëruese. Sipas tij, faktorë të rëndësishëm përbëjnë edhe lëndët piroteknike, prej të cilave ka pasur pacient të paraqitur me trauma apo dëmtime në gjymtyrët e sipër. Të gjithë duhet të kenë kujdes, sidomos në këtë fund muaj, mos ta teprojnë me pijet alkolike. Çdo vit ne kemi raste të cilat janë dhe aksidente të cilat vijnë nga problemi i përdorimeve të tepërta të alkoolit. Rastet më të shpeshta të cilat paraqiten nëpër urgjenca janë rastet të cilat ne thamë dhe aksidentet që janë më shpeshta, janë problemet e rasteve virale dhe kanë komplikacione ndryshme, sidomos moshat e treta, të cilat në fund vit e teprojnë pak me ushqimet e tjerë. Të gjithë pacientët e popullatës kenë kujdes, sidomos përdorimin e atyre që nisin fishekësjarët. Në fund vit ndodhin dhe problematika të tilla si dëmtime, si kemi djegje, por gjithashtu edhe nga trauma të ndryshme, siç mund të kemi dëmtime të gishtave. Sipas Micit, numri i pacientëve të paraqitur brenda 24 orëve i kalon 250 deri në 300. Në çdo fund vit përgatitemi dhe kemi marrë udhëzimet për përgatitjen e emergjencave, siç janë data 31/1/2, të cilët ne jemi në gatishmëri. Numri të kalon 200 apo 250 raste në 24 orë deri në 300 kemi pas në kohë fluksi ose ndërrimi i viteve. Mjeku këshillon të gjithë qytetarët që këto ditë të fundit të vitit të tregojnë një kujdes më të shtuar dhe të mos teprohet me konsumimin e alkoolit, sidomos për drejtuesit e automjeteve.